unë për konfliktin midis Ilirit dhe Mozës. Atëherë Iliri e ka shprehur tek video që u dha që donte që ta nxjerrte nga vetja Mozën, ndërkohë që Moza këtë gjë e ka kuptuar dhe e ka mbajtur goxha veten, mendoj unë, dhe pas atij momenti shumë të sikletshëm me Adin dhe Ilirin, që Iliri ju ul si përprërit Mozës. Moza e vërtet që në Prime nuk tha diçka kundra Ilirit, jo e mbrojti, po thjesht u tregua neutrale, donte që po tregonte fjalë shumë të mira për Ilirin. Por nga ana tjetër tek videoja kishte përdorur disa fjalë shumë të forta. Pra çfarë do të thotë Moza me këtë? Unë mendoj se Moza do të tregojë që ti vazhdo kështu me gur, se ti po del keq, ndërkohë që unë mirë e but provokimeve të tua të kota nuk i bëj ballë, më thënë nuk më interesojnë fare, më thënë unë jam shumë më shumë se këto strategji të kota infantile që ti mund të kesh. Por do doja shumë që Moza ta kishte mbrojtur veten, do doja shumë ti kishte dalë kundër Ilirit në këto momente, ti kishte thënë që ti me mua këtë gjë nuk e bën më. Okej që unë nuk u ngrita, nuk e bëra të madhe, por kjo nuk do të thotë që ti s'ke kaluar disa limite. Do kisha dashur shumë që Moza ta thoshte këtë. Për komentin që dha Sara mbi atë çka ndodhi, me sa mbaj mend, jam dakord, sepse domethënë tha që ishte diçka shumë e egzageruar, dhe më pëlqeu edhe komenti i Blerinës, por nuk më pëlqeu fare ajo çka Iliri i tha Blerinës, që ti do kishe dashur shumë të ishe në vendin e Mozës dhe me një kështu nënqeshje, sikur i dukej vetja kush e di çfarë ishte, dhe po mundohej që të gjithën ta kalonte në një gjë për të qeshur, por që ndërkohë nuk është për të qeshur. Dhe më pëlqeu shumë qëndrimi që mbajti si Angel dhe Armina. Kanë folur shumë bukur, kanë mbrojtur Mozën deri diku, duke i thënë që okay, me Mozën ke bërë diçka shumë të gabuar, por çdo tjetër që ajo ndoshta e pranon dhe nuk e bën të madhe, por kjo nuk do të thotë që kjo është një gjë e mirë. Pra ka bërë diçka shumë të egzageruar që ndoshta nuk duhet ta bënte, dhe më pëlqeu shumë komenti i fundit që Armina i bëri Ilirit, ku i thoshte që Moza e ka kuptuar shumë mirë se çfarë ti do të bësh dhe ta shpjegoj që duhet një strategji shumë inteligjente nga ana e dikujt për të ardhur dhe për të më acaruar mua nervat apo për të më nxjerr nga veta. Pra duhet ta mendosh mirë këtë strategji, duhet të ulesh e të mendosh për të kuptuar këtë strategjinë inteligjence që Moza të dali nga vetja, që të tregohet sipas teje fytyra e vërtetë e Mozës. Ermali nuk më pëlqeu shumë sepse e mbrojti deri diku Iliri, normalisht e ka shok, por që kjo pra, mendoj se Moza duhet ta kishte mbrojtur më shumë veten, duhet ta kishte goditur Ilirin, sepse ishte për të goditur, sepse ajo çka ka bërë Iliri nuk është as pak e bukur për t'u parë. Unë nuk e kisha parë, e pash tani në Prime dhe ishte një ndër gjërat më të shpifura, dhe gjëja më e keqe akoma është që vazhdonte në Prime edhe i qëndronte kësaj gjëje. Edhe një gjë nuk kuptoj unë. Ilirin këtu e kanë marrë dhe i ka thënë hajde në fermë, bëj si zotin e fermës, mos e çak kokën fare se ti e fiton. Si Iliri sillet sikur është mbreti, pra sikur është pronar i fermës. Unë jam këtu e s'ka njëri tjetër. Nuk e di, e keni dhe ju këtë përshtypje apo e kam thjesht unë?